Pra, gjatësia e mbulesës duhet që t'i mbulon gjithashtu dhe këmbët, themrat. Për këtë arsye dietarët kanë thonë se namazi për qenë i pranuar duhet së paku ta mbulon shpinën e këmbëve. Nëse nuk e mbulon shpinën e këmbëve, për ata gratë kur të bëjnë namaz duhet vesin çorap. Për ndryshe namazi i tyre nuk është i pranuar. Allahu na ruaj, ka gra që të cilët 40 vjet falen, fundin e tyre kanë deri në rigull. Aq. E pastaj veshin çerapat grave. Këto janë çerapat e grave tonë. As grave të muslimanëve. Këto janë çerapat lepabrenës. Nuk janë çerapat e muslimanëve. Çerapat grave. Çerapat grave të dukshme. Këto as burrat si veshin. Për këtë arsye do të thonë që muslimonja duhet ta dinë se mbulesën nuk e ka atë, po mbulesën e ka ibadet. Çka e godit, çka e prek gjatë shkollës në xhami, apo papazërti e tokës, e lloçit, e baltës, e dheut, mos merakosu. Se nëse ka ndodhur dikun papazërti, ajo që vijon e pastron, kështu ka thënë pejgamberi Allah. Në të falet serbes, lirisht, ama mos ta shkurton dhe mos ketë arsye që ta shkurton funin e saj për çka se unë po falna apo që ndron të dera xhamisë së se ishtë na bon të zhdi pikerit vjeran. Me çka? Me balta është e pastër. Ti e kriju pi baltës, balta është e pastër. Për atë thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mu kanë thonë gjersene që nuk kanë thonë askujt, njëra prej atyre është që mu ka bon sipërfaqja e tokës dheu i pastërt dhe mu ka bon që min falna kudo që më rrinë koha namazit.